Adhurues të basketbollit në platformën tuaj dhe tonë Art Motion, kudo qeni duke na shikun këto qaste, Kosovë, Shqipëri, troje tona etnike, Evropa po Amerikë. Mirë se erdhët me këto pamje fantastike të qytetit të Mitrovicës, Ura Hibrid dhe palestra Minatori, natyrisht në realizim të ekipit fantastik të Oksigjenit. Po i shofim çdo gjë është e gatshme për finalen e 4, jemi në Minatori, në këtë ambient super të bukur të tempullit të basketbollit kosovar. Së bashku me ju direkt nga ky ambient fantastik basketbollistik dhe ndeshja e 4 finale play-offit Pro Credit Superligës ndërmjet Bashkimit dhe Trepçës, jemi Unagon Femiu dhe Ulpiana Emra. Edhe sonte sikur se ngjashëm në Sezai Suroj ku atmosfera ishte jashtëzakonisht e zhurmshme, edhe sonte në Minatori, po jehon palestra. Ndërsa po e shohim tashmë edhe koreografinë e përgatitur nga Torcida. Ja, edhe 5 startuese, Green, Tuna, Hajrizi, Myers dhe Cotton startojnë sonte. Ndërsa për Bashkimin Morina Smith Green, kthehet Mekinis dhe Zeqiri. Çdo gjë është e gatshme, t'i lojmë statistika, ta ndëgjojmë këtë atmosferë fenomenale dhe fillimin e duelit të 4, Myers apo Mekinis, lufta me njëherë atje në start. Green për trilonin, i vetmuar është Tuna, tenton me të parën dhe realizon treshe në postin e ullë atje Green dhe Cotton. Myers atje nga plani i dytë vjen Mekinis dhe Myers luftojnë atje. Myersin atje, Mekinis si do qoftë ndërshkua me teknike dhe e bëri shumë nervoz Sasha Ankovic. Sa bukur depërton dhe realizon Myers për 10-2, seri fillestare. Mirë po e shofim se me Wendell Greenin sonte do të jetë shumë ndryshe. Mekinis e kthen te Zeqiri, Altin Morina nga një situatë shumë e vështirë, me 70% të efikasitetit. Max Smith nga pozitat nga cilat është shumë i rrezikshëm dhe me 2 treshe të një pas njëshme, 6 pikë është. Green i shmangët, atje quan topi hamendët, 14-8 rezultati, kur kanë kaluar 3 minuta e gjysmë. Zeqiri tenton me 3 pikë, edhe e dërgon të veni treshja e tretë, shumë më në formë, po duket se e ka te kaluar atë lëndimin, e ka sanuar. Myers atje depërton për mrekulli dhe realizon realizimet për 3 pikë. Green për mrekulli, depërton. Mbrojtje mire, Bashkimin, sa bukur atje për mrekulli. Asiston Driloni për të mushishin. Altin Morina atje, bukur mbrojtje fenomenale Myersit në thellësi. Edhe kosh faull. Bët gati për të inkuadruar në sa bukur e kalon Wendell Greenin, depërton dhe realizon Michael Green. Pas për dyshe, 1-1 nga vjagjuajtjeve të lira. Green, sa bukur Greeni atje, bët këshe po hin brenda. Greeni Trepçës, sa bukur të Hunter, i cili gjuan nuk realizon, po Green e përmirëson. Kërcim në sulm dhe realizon. Kanë vetur edhe 43 sekonda deri në fund çereku të parë. Madud, sa bukur, wow. Çfarë alley hupi, e ngriti në lartësi, ndërsa koshin e shmontoi nga prapa Dardan Kapiti. 33-26, dhe alley hup të cilin me ngulitje atraktive e mbylli Dardan Kapiti, Nelson të pasak deri tash, edhe një pressing atje i Valion Bunjaku, ti hatashëm në mbrojtje, sonte është Valioni, edhe ky aksion atje, 2 fishot nga Kops edhe Bunjaku. Cotton, çfarë shënimi në stil të Michael Jordanit, realizon mes 2 lojtarëve, përpirohet atje si në për vrim të gjilpërës nga ana e kundërt, një prej koshave dhe aksioneve më të bukura
Pick and roll me Erik Kopsin, shkon për Smithin, Tmushici është pra ti. Pick and roll me Kopsin, par mrekulli në thellësi. Tentimi Wendell Greenit me treshe, dhe kjo është treshja. Tire ka tani Koton me depërtu, ja dhe njëherë vendosja, Altin Morina vjen top nga koshi në kosh, depërton, nuk realizon, por Nejson Zeqiri e përmirëson, edhe 5 sekonda, nga një pozit e vështirë, tenton, nuk realizon, Max Smith me kërcim në sulm atje, mbi të gjithë, i cili është në disavantazh prej 2-1 në seri. Myers atje, Altin Morina vjen e 2 pishon, por Green nga një pozit e vështirë. Atje Altin Morina e kap këtë top të dëbuar edhe njëherë. Green tenton dhe nga tentimi i dytë realizon, por 37-47 granite e bashkimit sonte. Max Smith i vetmuar, tenton dhe treshën e realizon, por në postin e ultë atje Myers vendos që të shkon me sa bukur në anën tjetër. Me të vërtet i ka këto specialitete Myers. I vetmuar Green, tenton për 3 pik dhe realizon, palestra eksplodon. Time out, Sasha Jankovici kërkon. Pra, rezultati afrohet në vetëm 3 pik. Tuna depërton nga ana e kundërt, realizon. Kapiti i krijon hapësirë për treshën e Michael Greenit me të fillu qereku i tret, pra shkoj në 15 pike përsi 37 me 52. 2-2 ishte në pjesën e parë, tani Huqi. Herën e dytë realizon me pik identike. Green për Drilonin, shpejt lëviz topit e Maduti. Nga këndi Driloni asiston, Maduti treshën e realizon për Green. Bon slalom, depërton, jo i thot Kapiti, kundër sulmi shpejt, Madut, Max Smith atje. Bi Max Smithin, Madut për 61-55. Myers i cili e ka një efikasitet prej 50%. Treshe! Wendell Green! Ja dhe Fiu i cili pe fasohet edhe një reagimi mirë. Kundër sulmi shpejt, Mushici. Dere në fund, coast to coast. E lëvizje mashtruese duelit 2-1. Shikoni triplimin e Wendell Greenit. Bon slalom. Shikoni vetëm triplingjet e ti. Se shikoni nga ana e kundërt, kamera e kundërt atje. Myers atje. E këthen Mushici, nuk ngutet Mushici, shkon për Drilonin, lëvizje mashtruese e ti Mushici. Dhe asistimi Drilonit për edhe një treshe funksionoj perfekt. Tandemi reprezentuesi Kosovës të zerin e topit. Green, Mushici është pranti i depërtueshëm. Blokon Myers, ja teron atje. Kutimi zhuajtjeve të lira. Topi i vjedhur nga Mikaelet Mushici, i cili dalët në mënyrë të top. Green depërton me rolling, mbi të gjithë realizon i pandalshëm është Wendell Green. 74-65, definitivisht mund të themi se Wendell Greeni është ai i cili në pjesën e dytë po e mban në lojë skuadrën e bashkimit. Mushic Green tenton dhe edhe një treshe realizon i pandalshëm. Bashkimi Trepça 2-1 në seri për 3. Qka është të po sonte Wendell Green? 76-72. Edhe një treshe e ti e 6 aresh nga 10 tentime, 60% efikasitet për treshe. Wendell Green, 33 pik të ti. Po e mban gjithë bashkimin në shpinë, nëse mund të themi. Koti gjysën e pikve. Wendell Green, sa bukur depërtoj, krejti kaloj dhe rezultati në 76-74 e afroj. Wendell Green depërton, dërsa Madut atje e blokon. Dhe ja shikoni zhgënimin e ti. Dërsa
Në anën tjetër shpërthen atmosfera në palestrën minatori. Trepqa e fiton këtë duel 80-74 dhe kalon e përsi prej 3-1 në seri. Përshëndetën atje Adis Beqiragiqi dhe Sasha Jankoviqi. Një ndeshje e jashtëzakonshme, një ndeshje fenomenale në të cilën Bashkimi shkoi deri në 15 pike përsi.